Në një atmosferë festive dhe me pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve dhe vizitorëve, Lezhë ka qelur zyrtarisht sezonin turistik veror. Ceremonia u zhvillua në Bregdetin e Shëngjinit, i cili u gjallëruar nga muzika, ushqimi tradicional dhe aktivitete promovuese, duke prezantuar ofertën e pasur turistike të këtij rajoni. Teksa shpalosën ofertën e tyre, operatorët turistik shprehen optimist për një sezon veror të suksesshëm në Bregdetin e Lezhës. Sigurisht që ka kërkesa dhe jena mjaft kënaqur, duke shikuar domethënë ritmin që kena aktualisht, kena një kërkesë mjaft të lartë ndaj turistëve të huaj gjithashtu dhe të Kosovës. Ne operojmë me pasat freskëta në treg. Besoj që turistët të vit do gjejnë pasat më të mira me Bregdetin shqiptar. Po mundohemi që t'i ofrojmë gjithçka që të jetë perfekte nga ana e shërbimit, gastronomisë, sjellje në sallë dhe në restorant, në shërbimin e ushqimit, domethënë. Lezhë njihet për një vend ku gastronomia e lulëzon çdo ditë më shumë. E bukur e kësaj se Lezhë këtë vit ka dhe atë rrugën e Ranës Sellës se realisht i ftoi gjithë shqiptarët, Kosovët, gjithë turistët e huaj vinë në Lezhë dhe ta vizitojnë rrugën e Ranës Sellës, nëpërmjet asaj mund të bëjnë provë dhe shihet shqiptare. Gastronomia, ofertat vazhdojnë të jenë në standardet normale dhe minimale të një shërbimi nga çfarë ofrohet dhe çfarë paguhet. Shëngjini është shërbim me 5 yje. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pierre Indreu shpreh sezonin turistike do të njohë një zhvillim të mëtejshëm në vitin e vijim përmes projekteve konkrete që synojnë përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve turistike. Janë biznesmen, njerëz që kanë po histori në turizmin lezhian, njerëz që po investojnë, është një kombinacion jashtëzakonshëm ku shqiptarët e Shqipërisë, biznesmen nga Shëngjini, nga Lezhë, nga Kosova, po bëjnë një histori tashmë në zhvillimin e turizmit të qyteti kaq të bukur. Si vjet, ne vim me shumë ndryshime, vitin tjetër do kemi edhe më shumë ndryshime, brenda 3 vjetësh Shëngjini, Talja, gjithë zona Bregdetit, edhe zonat e tjera do jenë vendet më të bukura për të vizituar në Shqipëri dhe në rajon. Ne kemi projekte dhe po punojmë çdo ditë që të bëjmë të mundur që të transformojmë këtë zonë e cila përveç se turizmit nuk ka se çfarë prodhon tjetër, sepse është shtylla kryesore e ekonomisë së familjeve lezhiane. Prandaj ne nuk do të pushojmë as një ditë për të punuar dhe për të ndryshuar këtë vend dhe për ta kthyer në një ndër vendet si thash më të mirat në rajon. Qelja e sezonit turistik në Lezhë shënon një nisje premtuese me pritshmëri të larta për një rritje të numrit të turistëve vendas dhe të huaj përgjatë Bregdetit dhe destinacione të tjera turistike të këtij rajoni.